Cila është këshilla kryesore për fund që e kishte nda me nanat e reja? Diçka që po dëm mja u thonë. Diçka që po dëm mja u thonë. Që këm harru me të pytë. Është kështu. Po. Mos lind një fëmi edhe mos thoni fëmi bebe kome lind me ty, por duhet disa gjana me i korrigju. Korrigjoni çdo gjë para lindjes. Dini me çfarë personi po hini në martesë edhe me çfarë personi do të bëni fëmijë. Mos bëni fëmijë veç për qef. Mos bëni fëmijë për e kam dashnore për bëj fëmijë. Fëmija ato bebat nuk i dojnë ato mos marrëveshje. Prandaj përgatitnu, jeni e prit një beben me shumë dashuri ka me qenë edhe i fëmi, nëse filloni me thanë, jo për e bëj për këtë arsye, jo për e bëj për këtë arsye, aty është gabimi majma. Që se nga njëherë, sa vite jenë Londër, nga njëherë mundet në shprej edhe me ju kesh kuptu, mesazhi i zonjës Razi ishte i thjesht, para se të vendosni të bëni prender, planifikoni fëmijen. Ardha e fëmijës është e shejt, edhe duhet koncentrim i të dy prenderve. Se mos kesh kuptohet ajo fjala kur the mos lind një fëmijë, lind një fëmijë sa më shumë. Për që ata ty s'kom redaktore. Përveç redaktore, jo, nuk du me leju me u kesh kuptu në i deklarat. Mesazhi ishte jo mos lind një fëmijë, mesazhi ishte lind një fëmijë, por bëni një planifikim familjar. Që të keni fëmijë, që qeni prind të mirë dhe fëmija ta ketë vëmendjen tuaj, të dy duhet jenë në një gjuhë, të përbashkët që duam fëmijë, dhe ai fëmijë ta marrë dashurinë ashtu siç e meriton. E mire tha, por pa të vend për keq kuptime. Jo, pa të vend për mënyrë gazetareske me u përmirësu. Me u përmirësu pak, jo, ka mundësi edhe shpreha anglisht në shqip për kthimi direkt, që është bukfal, edhe ajo, edhe unë me respektin që kam për ty, nuk dhe atë lejoja një deklarat që mund të kesh kuptohet jashtë. Për kund Razi, edhe zonja Razi, edhe mu më thot pak janë dy fëmijë, vazhdo edhe një. Dy fëmijë janë, ti kur gjë s'ke bë për rritjen e popullatës. Ju jeni dy fëmijë. 3, okej. 4 edhe ma mirë. Edhe ma mirë.